Për shumë musliman xheneti është qef, nuk boft kogja mirë bëhet. Apo që kaq? Inshallah qef kem apo. Ama jena në zonë herë apo. I kena do punë tjera ama kismet kur sa prioritet, është të në fund dikun. Nuk boft mirë. Shkan në ahiret te Allahu shkan, domethënë me rastësi. Helbet mos po shkon njëri kështu të Allahu. Çu shkon kështu? Për në dikush më nis në aeroport pa bilet. S'ka rrezim, s'ka kurrë apo. Helbet është të jetë një karriç pras më lënë pa parë me udhëtu apo. A bona kia është Allah le më shku dikush në aeroport. Me provu burr. Edhe me thuj qa bëhet me thuj kur që në burr nuk stin. Ja po çfarë vepër penale kjo. E provoj burr, e vetë aty më falni më shikam në vend çprast. Po na kamit. Ani sa shkon çprast, ta bën me juve që aty na bën. Çfarë zbot nuk më burr. Atë merr kush është ti vëllai. Po në aeroplan s'merr kush, pse vjen çprast kur që s'merr, atë merr dikush. S'merr. Ai në xhenet do më shku hop merresh, mos helbet u me diku në vend çprast xhenet që ti më hap zoti mua. Po jo na shkuat kështu në xhenet vëllai. Me pas prioritetin, me pas dërtën, me pas gale, u marrë me këtë punë, Allah. Me rastësia, gjithë kënë blin bileta, gjithë kënë rezervan, angazhohet, e din kohën, e din krejt, pagun, pëse s'bën ndryshe. Na hiret, kismet, isha Allah, falë, zote. Po, na falë, po, kur të blina biletën, pa biletën s'ta falë, a këmë dënë, normal. Ndaj të rëndë, së është prioritet, duhet më u prioritet, me konë interesant, me konë pikë e rëndësishme ditore, ahireti, shkak se pa te nuk qëndron besimi, nuk funksionon. Nuk funksionon. Prandaj, nëse lexon tek shtjellimet e dietare që flasin për ndikimin e këtij besimi në jetën e besimtarit, për rëndësinë e këtij, do të shohësh atë sa gate kanë përmend. Nuk ka pore tjetës që nuk ka ndikim ahireti në përmirësimin e atij aspekti jesor dhe në funksionimin e mirëfillt të atij aspekti edhe për vetveten, edhe për shoqërinë, edhe për botën tjetër. Është interesant. Veç ato aspekte më i përmend, më dashur në javë më natë në ferizim me ju çdo. Nëse ne musliman beson ditë gjykimit, çfarë pritshmëri kemi për çati njëri apo? Që pa kur për shembull investon në një biznes saktum. Ti nuk është me investu pa pritshmëri, apo? Me thonë, po investoj pritshmëri tua, s'kam pritshmëri, nuk bëvë diçka ja është. S'investon kështu, apo? Investon se pritshmëritë tua janë me dyfishu pasurinë, ose me rrit pasurinë. Pse? Pse tregu po e kërkon, është malli, ka arsye të caktuar që ti e keni pritshmëri reale atë. Ti e rrit djalin tënd, vajzën tonë, edukoni shkollën, pse? Pritshmëritë tua janë se nesër kanë me qenë do bëshë me të respektu, me të zbarë tyrën, a e në qëto pritshmërit e tua, po? Në kejtë gjithë një ka pritshmëri, pret, po nuk pret në thatë, pret me investim, pret me angazhim. Mirë, nëse na themi që kaq është i rëndësishëm, që ky aspekt i besimit, dhe nëse që ky aspekt i besimit është funksional, po flasë është funksional, jo deklarativ, jo me do në shashme në fala beson, në din gjykim po beson, e mirë, ti ja beson, jo kështut, jo. Po që shtut, elhamdulillah. Po që shtut që beson që ka xhenet, ka Allah, 94% ka po. Elhamdulillah, për që ka atë mirë i kena punë. Ta është, dhe ne me shku nja për para. Nja për para. Nga deklarimi me shku te funksionimi. Ta është duhet me e funksionizu. Njerëz që në deklaru që në musliman, është në rregull, po. E hajtë ta është që këtë deklarim ta shëndrojmë në funksionim. Këtë deklarim ta shëndrojmë në lëvizje, në ndërtim, në ndikim, në përmirësim. Nga se roli i fesër me të përmirësu si individ me të bo produktiv, do beshëm për vendin tënë, popullin tënë, për njerëzimin, i cili me angazhimin e ti e ndërton botën tjetër. Që kjo muslimani?